E dua se jam shqiptar, Kosovën e dua se jam kosovar. Sot mbushen plot 26 vite nga betejë e Kusharës, e cila theu kufirin mes Kosovës dhe Shqipërisë. Betejë e Kusharës me 9 prill të vitit 1999 në kuadër të operacionit Shigjeta ishte njëra ndër betejat më të përgjithshme dhe më heroike të luftës së ushtrisë qeverimtare të Kosovës. Thyrja e kufirit në mes Kosovës dhe Shqipërisë shënoi jo vetëm një fitore morale për ushtrinë qeverimtare të Kosovës, pa ju e hapi edhe rrugën e furnizimit për armatim dhe mbështetje logjistike me shumë zona të luftës në brendësi të Republikës Kosovës. Në aspektin strategjik, betejë e Kusharës kishte rëndësi të veçantë jo vetëm për marrjen dhe pastrimin e kufirit, por edhe për krijimin e prapavijës së qëndrueshme për mbrojtje dhe operacione logjistike si dhe ndihmë mjekësore. Në lidhur me këtë betejë, sot kemi bashkëbiseduar me telefon me njërin nga luftëtarët e kësaj beteje, Time Kadriaj, e cila me këtë rast ka evokuar disa sekuenca nga ajo betejë. Domethënë është një ngjarje e veçantë, është një ngjarje një fillim e një beteje tjetër të ushtrisë qeverimtare të Kosovës mbas sulmeve të 24 marsit. Domethënë që ka fillu bombardimet të NATO-s, të mos flasim për marsin e Jasharave, po ashtu 24 marsin e familjes Haradinaj, është një prej betejave kryesore. Ka qenë një mobilizim i mirë i gjitha njësive. Është interesant se ajo dita kur ushtarët janë bardhë prej papave në padesh që është më afër zonës kufitore, ka qenë një natë me shi, me balt, është terr i zi dhe o doshtë gjithë ta bëjmë atë rrugtim të gjatë në për atë shi dhe në për të ftoftë pa drita, që ma arrit para se koha ku ka qenë planifikuar që të filloj hapja e sulmit në Kusharë të arrim në për pikat e tona. Kjo ka qenë ne si njësi e mjekëve plot me mjek, po ashtu dhe ne kemi bërë këtë rrugtim të vështirë, ku kemi arrit atje në papa e s'kem pas ku të strehoshim. Bana që janë bardhë ma herët, i kemi lënë në një hapësirë dhe i kemi mbuluar me qese najlone që të mos lagën ato banat edhe materiali tjetër medicinal. Po ashtu jemi strehu aty në ato najlone jemi strehu edhe ne si mjek. Derisa një familje aty afër që ka qenë, na ka ftu, jemi futur në shtëpi dhe aty edhe pse ka qenë tepër ftoftë e kemi përballuar, ndërsa në mëngjeset e para. Kushtet dhe rrethonat në për të cilat kemi punu, si e kep mjekësor në këtë rast po flas, dita e parë ka pas shumë të plagosur që ka qenë një zonë e hapur, mirë po ja kemi arrit që mjeket aty ku ka pas nevojë me arrit dhe me dhënë ndihmën e parë gjithë atyre që kanë pas nevojë. Mjeket që kemi qenë aty, kemi qenë mjek jo fillestar, por kemi qenë mjek që kemi qenë për ditëve të para, kemi ardhur për vijave të frontit në Kosovë dhe kemi pas atë përvojën e luftës, përvojën e trajtimit të plagëve dhe fillimisht në Kusharë një grup i mjekëve kemi shku më herët, i kemi trajnu vetë ushtarët se si jepet ndihma e parë, se si jepet vetë ndihma, si trajtohet mjeku, si ndalet gjakderdhja. E kemi përgatit njësitë që në çdo rast me pas mësimet bazë dhe elementare si duhet të trajtohet një plagosur, por fatmirësisht mjekët kanë qenë shumë aktiv dhe kemi arrit në çdo pikë të frontit për trajtimin e mjekëve. Dhe fal punës të mjekëve të njësisë së mjekëve që jemi qujtë me emrin Heripat, janë trajtuar shumë të plagosur dhe fal punës dhe vigjilencës së këtyre mjekëve, sot plot ushtarë që kanë qenë të plagosur janë gjallë për shkak të trajtimit adekuat dhe dhënies adekuate të ndihmës së parë. Çështja janë dy ndjenja, është ndjenjë krenarie, është pashtu është dhimbje, sepse aty pushojnë shumë ushtarë, trupat e shumë ushtarëve të vrarë që kanë ra
që tash të gjithë janë hero të Kosovës, që kam vdekur për këtë ditë. Është një ditë ku takohem si bashkëluftëtar, takojmë të plagosrit, takojmë gjithë ata dhe njëkohësisht është edhe ai malli me taku bashkëluftëtarin dhe vetë fakti aty ku prehen dhe po është ndërtu kompleksi Kushares, ka qenë vije pare frontit dhe njëkohësisht janë ato kujtimet që na kthejnë prapa në kohë dhe nostalgjia takimet e bashkëluftëtarëve. Duhet të harrojmë si syt e ballit, duhet të krenohemi sepse nuk ka asgjë më me vlerë se sa lufta ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe ne duhet të jemi falendërues në radhë të parë për gjithë heronjat dhe dëshmorët e kombit që kanë dhënë gjakun për lirinë e Kosovës. Duhet jemi falendërues për invalidët e luftës të cilët kanë dhënë gjymtyr të trupit, pashtu duhet jemi falendërues edhe për gjithë veteranët e luftës të cilët në kohën e duhur, në vendin e duhur kanë dalë zot atë dheu. Dhe kjo është mesazhi, ta duam vendin, ta duam Kosovën dhe asgjë nuk duhet ta lëkund dhe asgjë nuk dashurinë për ushtrisë lirimtare të Kosovës, për heronjat, për invalidët dhe veteranët e luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës. Betejë e Kusharës ishte njëra nga hallkat më të fuqishme në zinxhirin e pakputshëm të historisë kombëtare dhe se e tillë do të përkujtohet gjithmonë ndër shqiptarët.